Mua nuk ka arrit ma tregoj të qartë. Se më la. Po unë çfarë e kisha? Kjo do ishte pyetja e parë. Unë e them Petritit ti e nëna dhe baba imi. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë në Cerrik. Do të hap dritaren për një 36 vjeçare, ajo quhet Ina Cerriku, ka mbiemrin e vendit ku jeton. Është nëna e 3 fëmijëve, është martuar shumë e vogël dhe djemt dhe vajzën i ka 20 vjeç, i ka të rritur, i ka si vëllezër dhe motra. Ajo sot ka marrë guximin të tregojë jetën e saj, të flasi pa dorashka dhe këtë gjë se ka bërë kurrë, as me burrin, as me fëmijët, as me prindrit e saj. E falenderoj që ka besim tek mua dhe ka vendosur sot në këtë live të flasi këtë histori të dhimbshme. Është duke më pritur hap dritaren dhe e ftoj me njëherë Inën. Ina, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni ju? Mirë, si jeti? Bashorti juaj Petriti nuk e di se sa herë më ka telefonuar Po. dhe më ka thënë që të lidhesh me bashorten time, e cila ka një histori të dhimbshme. Do të dëgjoj me vëmendje sot. Kush është historia juaj e dashur? Historia ime është që më kanë marrë ke shtëpia fëmijës në Durrës, 2 prindër shumë të mrekullueshme, unë u rrita shumë e lumtur. Po dua ta di tash që kush janë prindrit e mi, se u bëra 36 vjeçë dhe Pra, ju jeni një fëmijë që jeni lënë nga prindit biologjik. po. E dashurina, unë do të pyes që ti të më japësh sa më shumë të dhëna dhe të na ndihmosh teksa rrëfen, të na ndihmosh dhe me informacione. E dashur, sa vjeç ke qenë kur e mësove këtë të vërtet? Nuk e di fare se me të ngjuar e kam qenë vetëm 3 javë. Jo, ju sa vjeç keni qenë kur e zbuluat që prindrit që të rritën nuk ishin ata biologjikët? Për 9 vjeçë, edhe me të ngjur, edhe prindërve nuk i rash në sy, kupton? Ngjoja kështu edhe mbaja për brenda këtë gjë. Në çfarë vendi je birsuar? Në Cerrik. Familja jote është nga Cerriku, birsosja. Po. Dhe ke qenë një fëmijë vetëm 9 vjeç kur dëgjoje fjalë nga bashkëmoshatarët që ishe një fëmijë i birsuar. E dashurina, ti nuk e more asnjëherë guximin që të flisje me nënën dhe babain? Jo, asnjëherë se mora. Por kur u rrite, nuk fole me ta? Jo, fare. Por si e vërtetove ti që je një fëmijë i birsuar? E ngjoja pastaj edhe kur më vdiq mami, pastaj ngjoja më shumë nga xhaxhallarët, kupton? Ngjoja që jo se më prekshin, por mua ishin fjalë të prekshme, se thoshin ja, për shembullina u bë një vajzë e mirë, nuk na e priste mendja, kupton, por mua ishin të rëndshme këto, po edhe prap nuk i roja në sy fare, as sallës, as xhaxhallarëve. Si ka qenë fëmijëria juaj në Cerrik? Shumë e mirë. Unë jam rritur si një princesh nga shumë e mirë. Po dua ta di Kush janë ata të vërtetët? po, Prindrit e tu, birsus si quhen? Liliana Po, dhe Fiqeri. nga Cerriku. Dhe mbiemri tyre si ka qenë? Babai Kaloti. Kaloti. Dhe ju jeni Ina Kaloti, mbiemri i vajzërisë. E dashur Ina, zonja Liliana e ndjer, çfarë viti vdiq ndroi jetë? 2011. Ju keni qenë e martuar në atë kohë? Përpara se ajo të largohesh nga kjo jetë, nuk të la asnjë amanet për të treguar diçka. Jo, donte t'ja thoshte tim shoqi, por nuk arriti. Por babai vdiq më vonë apo para nënës?
Babai tash ka 3 vjet që ka vdek. Dhe këtu desha të ndalesha, në momentin që ti humbe nënën, ke qenë e rritur, ke qenë e martuar, besoj që ishe bërë vetë nënë. Po, kisha 2 fëmijë. Ti nuk e mora asnjë guximin gjatë jetës ti ta pyesje nënën dhe ta dëgjoje nga goja e saj historinë, pse nuk e bëre këtë gjë? Kishe frikë apo nuk doje ta lëndoje? Po edhe kisha si turp, nuk e besoja se ishte po rrisja mirë, kupton, thoja hajde se fjalë njerëzish, kupton? Nuk e besove fillimisht. Jo, nuk e besoja. Kur e besove dhe e vërtetove, le të themi çfarë moshe që e kuptove që nuk ishte fëmia i tyre, gjaku i tyre? Po, ku më vdiq mama kam qenë 18 vjeçe, kupton? Aq më la mami edhe unë kisha 2 fëmijë dhe pa ty e ndjeja po më fuste më shumë ajo, kupton? Sa e re që nge martuar, sa vjeç që martuar? 15 vjeçe kam bërë çunin e madh e kam 20 vjeç. Ti e paske si shok djalin. Po. E dashur, Ina, e kuptoj, je martuar shumë e vogël, je shkëputur nga ata që në moshën 15 vjeçare, por kur ti e mësove këtë të vërtet, le të themi marrëdhënia juaj, ju në raport me ata ndryshoi apo jo? Ti i ke dashur deri ditën e fundit? Po. Nuk ndryshovi fare, unë edhe tash jo se kam dashuri për këto që do gjej, po jam kurioze kush që është nëna dhe baba im i vërtet. Jo se kam dashuri, se po ta them tamam, po më shtyn kjo kurioziteti kush më ka lindur mua. Por në momentin që humbe nënën dhe ishe bërë vetë nënë, me babain nuk mundet do të flisje? Jo, nuk kisha guxim. Por bashorti juaj, ai ka folur ndonjëherë me ish-vjerrin e tij? Jo, asaj. Prandaj dua të kam gjuar shumë histori për mua, me thënien e njerëzve, por nuk i besoj. E qartë, do të pyes dhe do jemi të dyja sot për ta dëgjuar këtë histori dhe me shpresën që zëri jo do dëgjohet dhe ti do mësosh se kush janë rrjentet tua biologjike, se në fund të gjithçkaje ti ke të drejtat e plota të dish kush je dhe nga vjen. Po. E dashurina, unë e kuptoj që derisa prindrit e tu të ndjer Liliana dhe Fishiri Kaloti u larguan nga kjo jetë, ti nuk i pyet asnjëherë, ju nuk i lënduat asnjëherë, ata u larguan dhe nuk të treguan dhe atë sekrete morën me vete. Pas vdekjes së babait dhe nënës, çfarë arritet ti të themi të mësoje për jetën tënde, kush ishe ti? Më the pak më parë që Xhaxhai shpesh fliste në një fjalë që të dha ty përshtypjen që po, ti ishe jo gjaku i tyre. Po ndjeja shumë keq, kupton, po si vjerëm, si qaja, edhe nuk jam shpreh me asnjëri, si po shprehem sot me ty. E mbaja, e kam as me fëmijët e mi nuk jam shpreh. Por me bashortin tënd, me Petritin? Atit nuk doja që ai ta mante këtë peshë, kuptoj qaja për momentin edhe ai prandaj po e bën këtë gjë që unë të ndjehemi çike lumtur, se gjithmonë thoshte, jo se s'jam rritë lumtur, kupton, po prandaj po ma bën edhe ai këtë. Edhe unë të falenderoj nga zemra që zemrën po e hap pikërisht me mua dhe nuk e folur asnjëherë me të tjerë, po flet sot. 36 vjeçe jam me ty po e bëj këtë bisedë me asnjëri tjetër. Dhe uroj që në këtë live zëri jo të dëgjohet dhe të gjejmë nënën, babain tënd dhe të mësosh të vërtetën e familjes tënde. E dashur, Ina, çfarë të preku nga njerëzit e babait? Çfarë thanë ata kundrejt emrit tënd që ty të lëndoi dhe ti heshte dhe nuk e ngrit asnjëherë zërin? Më bëri kjo për që Xhaxhai në fillim ka thënë që Ina nuk është gjaku jon, po sillet mirë, kupton? Edhe mu fundiva shumë, kam qajt atë ditë e tërë ditën, thash pse mund ta thosh te Xhaja këtë, kupton? Nuk më se më lëndovi mua, kupton? Unë thjesht e ngjova, sa i po bënte muhabet me hallën, kupton?
Kam qenë një gotë shumë e respektueshme me xhajet, me hallën, me tezet, edhe me tezet. Por sot si ke raportet me njerëzit e nënës, me tezet, po edhe me njerëzit e babait? Shumë të mirë. Ata të duan. Sidomos të mamit më kanë afruar shumë, edhe tezja më thoshte gjithmonë që kërkoj se je e vogël dhe ke nevojë. A ke mundur ti të flasësh me tezën tënde dhe ta pyesësh se kur të birësoj nëna, atë kanë ndihmuar Petriti tezja? ka fol një natë dhe s'donte që unë ta dëgjoja, kupton? Tezja im paka shumë i njeh këto. Prindrit e tu. Po, se ka qenë për shembull aty, po mua nuk ka arrit ma tregoj të qartë. Po i thoshte Petritit që i njoh, quhet Ilir, thoshte Elvira, kupton? Nuk e di se është e sakët. Dyshohet që nëna juaj mund të quhet Elvira. Po, babai Ilir. Por nga janë, çfarë të ka thënë më shumë tezja, më saktë bashorti tuaj Petriti, që ata janë po nga zona e Durrësit, aty ku ti u le, apo nga Cerriku? Jo, nga Durrësi më ka thënë mua jo. Ja, babai, për shembull, i tha babai Inës është nga Durrësi, ose mami tha nuk ka shumë, ta kupton? Po si kishte arritur tezja juaj ti njinte prindit e tu biologjik, se ti i e birësuar nga jetimorja? Po, nuk e di, pra duhet ta pyes tezën, po unë nuk arrit t'i bëj këtë, unë po të them vetëm me ty e kam bërë këtë. Po jo, tani që ne do të nisim kërkimet, hap tazi për historinë tënde, ti do ta marrësh guximin dhe të flasësh me tezën tënde. Po i them sot, po se di do ma tregoj, si kam besim, pra nuk, shumë njerëz më kanë thënë, nuk i besoj. Por ti duhet ta dëgjosh tezën dhe ta pyesësh, sepse ajo mund ta di shumë mirë historinë e motrës së saj të ndjer Liliana, si të ka birësuar ty, kur të ka birësuar, ka pasur një vendim gjykate, padyshim. Në momentin që prindit kanë birësuar dhe në atë vendim gjykate, mund të kenë qenë të dhënat e nënës dhe babait tënd biologjik, dhe ti duhet ta pyesësh për të mësuar këto detaje. Mos ki turp më dhe mos u bëj ajo gruaja që mbyllesh brenda asaj guackës, por lëviz dhe kërko të vërtetën tënde, zbulo kush janë rrënjtë e tua biologjike. Bëje këtë gjë. Se di, do më tregoj, po them kam gjuar shumë historia dhe goca xhajes që më ka vdeku, ishte më e madhe se mu dhe më thoshte që e nga Durrësi, kupton? Po? E dënat e tuja, thoshte, janë këto, më thoshte që ka qenë e re, thoshte të la ati, ngili shtatzëne me ty, unë da. Pra, edhe nga fisi i babait, vajza e xhaxhait, të ka treguar që nëna juaj ka qenë e re në moshë dhe të ka sjellë një jetë nga një lidhje jashtëmartësore dhe të la në spital, dhe ti je nga Durrësi dhe dyshohet që sigurisht ti ke lindur në Durrës dhe ajo është nga Durrësi. Po. Se janë të vërteta tash. Por kur i ke dëgjuar këtë histori? Po jam ndjerë shumë keq. Çfarë të dhëmë për shumë? Që ke ardhur një fëmijë jashtëmartese apo pse ajo të la? Pse më la? Ti e bërë vetë nën dhe e kupton çfarë do të thotë fjala fëmijë. Po. E dashur Ina, pa e paragjykuar nënën tënde, s'do të paragjykojmë asnjë nën kur lë fëmijën se nuk i dim rrethanat dhe arsyet pse ajo të ka lënë ty në spital dhe më pas fati jot ishte destinuar të kaloje një jetimore, por të kishe dhe fatin e mirë që të kishe një familje. Ty fjala nën dhe baba nuk të ka munguar në jetë. Jo. Dhe jam i sigurt që ajo nëna jote biologjike, duke u bazuar nga historitë e vështira që unë trajtoj çdo ditë në pagjurm, histori nënash që lën fëmijët apo dhe fëmijë si puna juaj që kërkojnë nënat e tyre biologjike, dhe kur zbulohet kjo e vërtet, është një vërtet e hidhur.
Tani po të them, nuk duhet ta paragjykojmë. Unë e di që ti të dhëm kjo gjë, pse ajo më braktisi, ajo më lindi dhe pse nuk më rriti. Janë pyetjet më normale që bëjnë fëmijët për nënën e tyre, por ne nuk e dim se çfarë prindërsh ka patur ajo që i ka vënë kushtin që atë fëmijë duhet ta dorëzosh se ne përndryshe nuk të qasim në shtëpi. Po. Unë faktikisht e them këtë gjithmonë që nuk do t'ja fal pse më ka lënë. Se u bëra nën vetë dhe unë për fëmijët e mi nuk mundem të jetoj dot. Përveçsisht prap më dhëm shpirti dhe unë thoja që jo nuk e bëj deri tash që po flas me ty, nuk e bëj, ja e pranova që dua ta bëj se më dhëm shpirti, kupton, dua t'i di. Të dish të vërtetën. Ti njoh, edhe nuk i ndërhy fare në familjen e tyre, vetëm ti shikoj. Këto janë histori shumë delikate, jo të vështira nga ana kërkimore, por shumë delikate dhe të rënda nga ana emocionale, sepse janë histori që janë mbajtur sekret në familje, dhe ajo nëna juaj, nëse quhet Elvira dhe është nga Durrësi, padyshim që mund ta kenë mbajtur sekret këtë histori dhe në zemrën e saj ajo 36 vite ka vuajtur. Që kur ka sjellë ty në jetë, jam e sigurt që ajo ka vuajtur. E dashur Ina, më the nuk do ta fal. Ka shumë e mbushur me hidhërim është ajo zemra jote sa nëse ti do jesh përballë saj, vërtet nuk do ta falësh? Ta them këtë, thjesht dua vetëm ta shikoj se çfarë më thot ajo dhe kështu unë nuk e di a do i përballoj dot se jam një femër shumë, thoja gjithmonë që kur të kishe nënën time të qaja këto se një motër qaja këto halle, e nuk e di se unë si do e ashu këtë gjë, kur unë të flas, se ma do mi gjej, thash Odeta mu i thash Petritit, po si s'do t'i gjej, tha. Se ca më thonë që nuk jetojnë, për ne po të themina që nuk janë fjalë të njerëzve, nuk janë të vërteta. Më tregon pak informacionet, le të themi ti nise kërkimet. Ke bërë kërkime, ke marrë vesh informacione. Tezja të thaj nënën e ke nga Durrësi, edhe një kushurira e babait të tha e ke nga Durrësi. Por ky informacioni tjetër që nuk jeton më, si e ke mësuar? Mund të ma tregosh? Nga xhaja e kam gjuhtë, nga halla, kupton, njerëz të inës ta nuk jetojnë, ta jati dhe jam, ata kanë vdekur ta. Por ishe ti që i pyete apo ta treguan ty vetë këtë histori? Jo, po bëshin muhabet, kupton, unë vija vërdalna për salona, për shtëpi, këto bëshin muhabet, kupton? Për ty? Për mua. Dhe xhaxhai ka thënë dhe shprehur që prindrit e inës nuk jetojnë. Po. Në kur më vdiq babi që ka 3 vjet, këto diskutoshin, tash kishin frikë se mos ikja unë, kupton, prandaj s'tu ta bëjna publike, kupton? Edhe po diskutoshin për shtëpinë, kupton që do iki Ina tash do gjë njerëz të vet. Edhe ky tha unë e di historinë e Inës, ta Ina nuk i ka prindrit, ai ka vdekur. Por ti nuk reagove fare kur e dëgjove? Në fare, ndoshta kam bërë gabim që kam gjuar shumë gjëra dhe i kam marrë, prandaj po them dhe përballoj unë do gjithë to që kam mbajtur kjo shpirti im brenda. Kur të ma thotë nëna im një të vërtet, se vetëm asaj do t'i besoj unë. Se këtyre nuk e di se janë vërteta apo jo. E dashurina tek shtëpia e prindëve birësus, kush jeton sot? Unë. Sigurisht, ata ke qenë vajzë e tyre dhe të është trashëguar ty dhe është pasuria jote. Absolutisht, ajo shtëpi. Por, burri juaj nuk ka gjetur guximin të flasi me njerëzit e tu për të mësuar të vërtet, duke ditur që ti nga natyra je emocionale, prekesh, je heshtur, e mbyllun atë guackën tënde. Burri juaj nuk ka mundur dot Petriti? Jo, asaj. Ai thoshte unë ja thoja atij për shembull këtë ngjova, ai thoshte do t'i kap. Jo, i thoja mos i kap. E dashurina, je 36 vjeç dhe mendoj që ka ardhur momenti që ti të marrësh të hap vendimtar. Ndoshta përballë tyre nuk mundesh dot të hapësh gojën dhe të
ti pyesësh, sot je me mua, e ke më të lehtë dhe të falenderoj që beson tek mua dhe hap zemrën, plak zemre që do t'i flasësh. Nëse do ta kishe Xhaxhain përballë apo Tezen përballë, të cilët mund ta dinë të vërtetën tënde, çfarë do ju thoshe sot, pa dorashka? Çfarë thot ajo zemra jote? Çfarë do ju pyesje ti ata? Unë ta them kështu, tamam, unë prap I kam hallat, I kam respekt, nuk dua t'i sy, nuk e di, se u rrita me ato. Patjetër, ajo është familja jote, pavarësisht se nuk është familja jote biologjike dashurina, nuk keni lidhje gjaku, por ajo është familja jote, është dashuria jote, ti je rritur aty, ke kaluar vitet e fëmijërisë, adoleshencën, sot je martuar dhe burrin e ke sjell aty, jeton aty, pra kjo është familja juaj. Në mënyrë absolute, por çfarë do I thuash ti? T'ju kërkosh, ke të drejtat e tua. Unë nuk besoj se ata lëndohen nga pyetjet që ti do t'i bësh për të mësuar të vërtetën, se ke gjithë mundësitë e kësaj bote për të kërkuar dhe për ta gjetur nënën, dhe mos të mendosh që Xhaxhai do më paragjykoj apo Tezja do më paragjykoj. Jam e sigurt që ata të duan, edhe nëse ti do gjesh nënën tënde biologjike, ata do të duan një lloj. Se di se si do më shumë e kam shumë të vështirë që të përballem ato. Çfarë do ju thuash? Ndoshta ti ke vështirë të përballesh dhe të kuptoj, pak a shumë po e njoh natyrën tënde, por më lër të përballem unë me ata. Çfarë do ju thuash ti atyre? Po çfarë do t'i them, unë do ndihem shumë keq, po ta them tamam, nuk mund t'i dal para, kupton? A nuk mund t'i kërkosh ti atyre të mësosh të vërtetën, nëse ata dinë se kush është nëna dhe babai jot biologjik të flasin? Ja dua këtë, do I lutesha, po nuk kam guxim. Nuk e guxim? Po. Atëre, në emrin tënd do flasun që ai Xhaxhai juaj apo Tezja juaj, nëse din diçka, të marrin guximin, të më telefonojnë mua, apo të flasin ty direkt sy më sy, dhe të tregojnë një të vërtet që ti e ke breng, e ke plag në zemër dhe kërkon të mësosh se kush është nëna jote biologjike. Të flasësh ti, po, nuk mundesha. Se varet ke njeriu se si do na përgjigjet, edhe unë jam një njeri që prekem, po mu përgjigjen keq, unë qaj e bëj, kupton, po ta them pa doraçka këtë gjë, nuk e përballoj dot. Por unë jam sigurt që përderisa ata të duan dhe të kanë respektuar, do të duan edhe nëse ti do zbulosh familjen tënde biologjike. E dashurina, kush është ditëlindja juaj? 90 jam, 7 maj. 7 maj 1990, që I bie ti jesh në këtë maj, mbush plot, ke mbushur në këtë maj 36 vjeç. Po. U bëfsh dhe 100 vjeç. Më qoftë, faleminderit. Unë e kuptoj që ti nuk e bërë kërkime për nënën tënde, vetëm çfarë ke dëgjuar fjalët nga Xhaxhai, nga Tezja, nga kushurira, por nuk e ke marrë rrugën për të shkuar në Durrës dhe për të interesuar dhe për të kërkuar për nënën tënde. Është nuk e di se si janë të dhënat e mia, me të folurat e njerëzve se janë të vërteta, se jo, nuk e di. Çfarë di ti? Edhe një herë dua të ma tregosh, sa muajsh e ke qenë kur je birsuar në Cerrikë nga familja Kaloti? 3 javëshe. 3 javëshe? Këtë kam një foto që mund ta dërgoj, nuk e di se sa kam qenë aty, kam një foto të vogël. Po. Duket se edhe kanë shkruar mbrapa që janë 5 vjeç aty, më duket që më kanë festu ditëlindjen. Edhe tjetër gjë s'di. Edhe këtë me të ngjyrë kam, që kam qenë 3 javëshe. Pra, ti ke dëgjuar se ke qenë 3 javëshe, kur nëna dhe babai të birsuan nga shtëpia e fëmijës Durrës. Po. Por në shtëpinë tënde nuk e arritur të gjesh dhe një dokument që është një vendim gjykate? Jo, fare. Kam pyetur për emrin, që këta emër kam apo mos ma kanë ndru, këta e kam pyetur.
tezën, se kjo tezja më thotë që edhe unë kam qenë thot kur të kemi marrë ty, ka qenë me motrën e vetë. Po, kur është bërë birësimi dhe të kanë marrë nga shtëpia e fëmijës, po? Po, edhe i tha Petriti, këta emra ka pas ta, po ka pas në një emër tjetër, këta më tha mu ka pas. Pra Ina, që i vije logjikisht që këtë emër o ta ka vendosur nëna jote, ose ta kanë vendosur edukatorët në shtëpinë jetimore. Po, nuk e di. E dashurina, hapi parë që duhet të bësh është që të drejtohesh shtëpisë së fëmijës Durrës. Aty ku ti ke jetuar vetëm 3 javë, sipas të dhënave, se dhe më pas je birësuar. Aty ti ke një dosje, që padyshim është emri jot, mbi emri jot, ditëlindja jote, vendlindja jote, mëmësia jote dhe atësia jote. Shpesh mëmësia është e saktë. Kur fëmijët vinë jashtë martese, atësia o vihet pikpyetje dhe lihet bosh, pra, ose vihet një emër artificial që nuk ka të bëjë me babain biologjik. Kështu ka ndodhur shpesh dhe këtë e tregoj nga puna ime kërkimore, nga eksperienca që kam përgjatë këtyre viteve me këto histori që trajtoj, sepse ajo dosje do të ndihmoj shumë ty për të zbuluar të vërtetën nëse nëna juaj quhet Elvira apo jo. Në momentin që do përputhen të dhëna, atë që të tha tezja që nëna juaj quhet Elvira dhe në dosje shënuar emri Elvira, atëre këto të dhëna jo vetëm përputhen, po çelin një rrugë më të lehtë për të kërkuar për nënën tënde, me shpresën që ajo të jetë gjallë dhe mos jetë ajo historia që të rrëtheu xhaxhai jot që mund të kenë vdekur, dhe uroj që prindit e tu të jenë gjallë, se ndoshta ti mund të kesh qenë një fëmijë nga një martesë që ligjore, që nëna dhe babai nga ndonjë aksident mund të kenë vdekur dhe ti ke përfunduar në Befotroth. Mund të jetë dhe kjo histori nëse prindit e tu kanë vdekur, gjithnjë duke u bazuar çfarë të ka thënë xhaxhai. Por jam e sigurt që ai xhaxhai juaj, ajo tezja juaj, unë do bëj të pamundur të flas me ta për të mësuar më shumë detaje, meqenëse që ti nuk e merr guximin. E dashurina, nëse do ta kishe nënën përballë siç më ke mua sot në këtë live, çfarë do i thoshe? Çfarë do t'i thoja? Do t'i thoja pse më le. Kjo do ishte pyetja e parë? Kjo do ishte pyetja e parë. Ti kërkon një shpjegim nga ajo. Këtë nuk e di, e them gjithmonë, edhe kur kam një hall, them, o më nën pse më le. Më është fiksuar mua pse më la. Ndoshta ajo ka pas vështirësitë e veta, po unë çfarë kisha? Pse ti thoja në një diku tjetër, jo se ajo s'ma bëri atë, se po mos ishin këto, thoja kush e di ku do isha, kupton? Kujdesi këtyre. Se unë jam një nën tash e mrekullueshme, u rrita më mirë, si ta them, kujdesi këtyre, po ajo pse më la? Me këtë pyetje ti kërkon të mësosh historinë e jetës tënde. Po. Por besoj që ndoshta me zemrën që kam unë në time dhe do afroj, se e them për punë momenti që nuk dua thjesht sa ta shikoj, edhe them nuk do kem kështu hyrje dalje, po zemra ime mbase do e fali. Do e falja. E them me gojë që nuk e fal kështu, po kam nevojë për atë. Por unë jam e sigurt që jo vetëm do kesh nevojë për atë, por do mësosh dhe uroj që të kesh një histori jo të dhimbshme të jetës tënde që të lëndoj akoma më shumë, dhe uroj që të kesh motra dhe vëllezër. Shpesh fëmijët e birësuar, atë që kërkojnë më së shumti janë që të kenë motra dhe vëllezër që ju ka munduar në jetë. Shpresoj edhe, ose kur të kisha pakës një motër. Do dëshiroj që të kishe një motër. Po. E dashurina, më the që u martova 15 vjeç.
Po. Ka që vogël re në dashuri me Petritin apo me mblesëri ndodhi martesa juaj? Jo, kështu me mblesëri, mu më martohan prindrit. 15 vjeç. Po, Petriti ka ardhur ka jetuar me ju? po. Pra, ka ardhur dhëndër në shtëpinë tuaj duke ditur që ti ishe vajzë e vetme. Po, e kërkuan prindrit këtë gjë, që neve një gocë kemi edhe do jetosh këtu. Dhe ti vazhdon akoma të jetosh në shtëpinë e prindërve të tu së bashku me Petritin, në Cerrik. Po, po. Ai të do shumë ty. Po, deri tash kemi një jetë të mrekullueshme me Petritin. Të lexosh mesazhet që më ka dërguar Petriti, të lutem, Odeta, ajo vetëm mua më ka, doa ta bëj të lumtur, të lutem, më ndihmo t'i gjej prindrit Inës. Ka bërë një përpjekje kaq të madhe këto ditë, sa i thash po, unë do lidhem me Inën, me shpresën që zëri saj të dëgjohet dhe ajo të arrijë të gjejë nënën e saj. Inshallah. Pse i mbushës me lot? Nga jo që unë e them Petritit, ti e nëna dhe baba imi. Të besoj. Dhe ai është pranë teje gjithmonë. Prandaj dhe ai e ka bërë këtë, se ja them gjithmonë. Ose fëmijëve i them ti e çunave i them ju jeni vëllezërit e mi se kam dy çuna dhe i gocë. Me jetë i kesh 3 fëmijë, po? Po, rob, shëllënderit. Edhe ja them gjithmonë këtë, ti e motra ime, ju jeni vëllezërit e mi. Por fëmijët si kanë reaguar kur e kanë mësuar historinë e jetës tënde? Çuni madh më zhvërm shumë bashkë me burrin që oma do t'i gjejmë, se ndihesh vetëm, ti neve na ke tot, po edhe ato mbase do kesh motër, vlla tot. E ka kërku dhe çuni madh këtë gjë me ma bërë. Por, ka qenë ata shtyse dashurina, se me sa kuptoj, ti nuk e dashur ti kërkosh, le të themi, ja ke lënë kohës, ose ke pritur që të vija ajo të gjej ty. E kam thënë edhe këtë, Odita, që ajo po të më deshte mu më kërkonte. Kaq vite nuk bëri një përpjekje, mirë s'kisha guxim, ose s'kisha Mundsi të ashu se jo s'doja të lëndoja mamin ose babin, kupton me burrin si bëja këto gjërat se më vinte zor, thoja po Petriti e ka marrë vesh që unë kam këtë histori, ai vetë ma ka treguar pastaj që mu më ka thënë mami jo që ti si e vajza atyre. Po ty tha nuk të bia në sy, asa i s'më binte në sy. Mase na urritën fëmijët, ma tregovi këtë gjë. ai s'ka dashur të lëndoj. Po, edhe mua më vinte zor se thoja si do ashtu kupton, më vinte kaq zor t'i thoja që mos më vinte një kështu në shtëpi që s'do më respektonte mamin dhe babin, do thoshte që ai se unë si kam vjerë të sakët, kupton, i mendoja gjitha këto. Pra, meraku jot më i madh kanë qenë prindrit. Po, s'doja që edhe ai t'mi lëndonte ato pastaj, kupton se ai do e merrte vesh një gjë të vërtetë edhe s'doja t'mi lëndonte. E ka majtur vetë në barë këtë gjë. Por Petriti jo vetëm që është një bashkëshort shëmbullor, një baba i mirë, po ka qenë dhe një dhëndër i mirë. Shumë i mirë. Do i thuash diçka Petritit, të paktën sot. Unë Petritin e dua shumë edhe ja kam thënë edhe në sy jo kështu mesazh që ai është gjithçka për mua, nën, bab, motër, vlla. Është gjë më e shtrenjtë, të kuptoj. Është njeriu që ndan jetën, sa vite keni bashkë? 23 vjet. 23 vite se ti je martuar shumë e vogël. Domethënë më shumë vite ke jetuar me Petritin se sa pjesa e fëmijërisë që ke qenë vetëm. E dashurina, unë të uroj shumë dashuri me Petritin, u plakshit bashk, u bofshit
të gjyshër, gëzofshit, fëmijë, nipër dhe mbesa dhe të uroj më të mirat e kësaj jetës. E kuptoj dhe të shikoj nga syt që ke një breng për ata dy prindër që janë atje lart në qiell, që besoj janë dy ëngjit e tu. Po. Mendon që je në faj, që po kërkon nënën dhe duke sikur po rilëndon dhe atje lart në qiell, apo e ke bekimin e tyre? Jo, më duke sikur jam në faj. Më kuptove shumë. Gjatë gjithë kohës së intervistës, Dua ta bëj këtë, po ndjem edhe fajtore, se them unë ja respektova dhe tash t'ja hedh poshtë sado ato janë. e dashurina, gjatë gjithë kohës së intervistës ti kisha ngulur syt dhe po shikoja sytë e tu. Dhe e kuptova, je e ndrojtur, je një grua e brisht, je shumë e bukur. Besoj që nëna dhe baba juaj biologjik do të jenë të bukur. Njëri për tyre i ngjan sigurisht. Por unë jam e sigurt që ata dy prindit e tu të ndjerë, Liliana dhe Fiqëri, janë krenar për ty. Jam e sigurt që ti nuk i lëndon. Nëse do gjesh nënën tënde biologjike, mos e ndjej veten tënde në faj, se nuk po mëkaton. Ti thjesht po kërkon të dish të vërtetën e jetës tënde, të dish kush është trungu jot familjar, ai biologjik, a ke motra dhe vëllezër, sepse për ironi të fatit, jetojmë në një vend të vogël që mund të shkëmbehemi me motrën dhe vllajin dhe nuk e dim që i kemi motra dhe vëllezër dhe nuk po bën asnjë gabim. Mos e mbaj këtë pesh faj mbi shpatulla dhe të vuash ku nuk po bën asgjë, po kërkon të dish kush është ajo zonjë që të solli në jetë dhe të la. Po. E dashurina, nuk do të mbaj gjatë sepse e di që ke emocione, e ke të vështirë, je mbytur, je mbërthyer nga emocionet, e ke vështirë të flasësh, por një ditë e jotja sot aty në Cerrik si është? Si është, si të them, e mirë, Punon? jo, Je në shtëpi? po, më punon burri. E qartë, dhe prandaj je e mërzitur se rritër ditën në shtëpi, po mund të gjesh një punë, ti jesh më aktive dhe do jesh më e lumtur, ma beso, se fëmijët i ke të rritur. Po, ato punojnë, bashorti punon dhe nuk më nxjerr në punë. I të mban si princesh, nuk të nxirr ka në punë. Nuk të ka nxirr asnjëherë në punë, me sa po kuptoj. Ai ka punuar. Po, unë se di punën, nuk e njoh punën. Ti nuk e njeh punën, por nëse më dëgjon mua, ta jap si këshill, njohja dhe raporti me punën të bën më të lumtur. Po, ku ka si puna me një shoqe, u mbet çdo gjë, po. Kështu që ai betriti, mbi të gjitha, duhet të lërë të punosh, qoftë dhe 4 orë në ditë apo 6 orë në ditë, sepse ndoshta ju nuk keni nevojë për para, sa ai punoni, siguron ai të ardhurat, por nga ana e shëndetit tënd emocional të bën ty mirë. Kështu që ta jap si këshill që mund të fillosh një punë dhe të jesh më mirë. E dashurina, unë të falenderoj që ishte sot me mua, mora gjithë të dhënat që më duheshin, datëlindjen tënde, më tregove jetën tënde, momentet e tua delikate, u preke qave në këtë intervistë. Do të nisim kërkimet dhe ta uroj me zemër, ta zbulosh të vërtet dhe uroj që kjo e vërtet që ti do mësosh të lumturoj, jo të hidhëroj. Inshallah. Kështu që do mbetemi bashkë në kontakt, do ma përshëndesësh Petritin dhe të përshëndes nga Tirana. Mirupafshim. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Uroj dhe shpresoj që 36 vjeçaria Ina Cerriku, e cila ka ardhur në jetë në 7 maj të 1990-s dhe dyshohet se ka lindur në qytetin e Durrësit dhe u birësua nga çifti nga Cerriku, Liliana dhe Fiqëri, të zbulojë të vërtetën, të gjejë nënën e saj. Uroj që ajo ta fali dhe të jetë një vajzë e lumtur. Kushdo që mund të ketë informacion për historinë e Ina Cerrikut, mos të hezitoj të shkruaj në numrin tim të telefonit
069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Ju falenderoj miq që qëndruat dhe ju deri në fund të kësaj live-i. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani edhe në faqet e mia në Instagram dhe Facebook, dhe këto janë faqet e mia zyrtare, Odeta Dume Mandro. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori të vërteta njerëzore, histori të thimbshme, histori shqiptare. Faleminderit dhe ju që më mbështesni. Mirë, takohemi nesër me historinë e radhës. Miropafshim.